Një pyetje. Po? Kemi ndryshuar në tek tuneli eksperiencën e objekteve të ngjashme nga 5 vite në 3? Kërkoj pëllumbi të jetë 3 nga 5 vitet e fundit. Po ç'ne, kush e bëri kërkesën në KPP? Në KPP, çfarë kërkesë është bërë te takimi që patëm më datë 31 dhjetor me Artën dhe pëllumbin? Ai kërkoi që të jetë 3 nga 5 vitet e fundit. Sipas VKM-s, eksperienca duhet kërkuar 3 vitet e fundit. Ndërkohë që ai se kishte dhe lam 3 nga 5 vitet e fundit. Po Arta më tha që e kishte diskutuar përpara takimit me pëllumbin këtë gjë me ty. Mendoj të anulojmë, skualifikoj të gjithë. Jam më se dakord, se kam diçka që s'më kuadron në gjithë situatën. Kur e don, sot apo nesër? Megjithse nëse të duhet, ja këndoj këngën, s'ma ndjen shumë për asnjë dhe e çoj ku duhet. Jo, e kam atë ndjesinë time që nuk duhet. E ke të frishme ndjesinë kur do. Më jep afatet nëse e shpallim nesër. Maksimumi 24 mars ankimimi në mje, në 25 i kthejmë përgjigje. Maksimumi 4 prill ankohet në KPP dhe minimumi 14 prill, maksimumi 22 prill kthen KPP përgjigje. Duhet ta rishpallim për një herë që t'i djegim afatet e ankimimit në gjykatë. Po si i ke lajmëruar të tjerët për anullim? Mbylleni sot me urgjencë. E mbyllëm. Po oferta? Kinezi mbi 200 miliard lek, Limak 18 miliardë 690 milionë 597.185, Albania Globe Affair 18 miliard lek, Inter 17 miliard lek 36 milionë 526.000 lek dhe Al Building 15 miliardë 848 milionë 808.298.000 lek. Qenë kemi shkëlqyer me pak fjalë. I pari me të dytin 10 milion euro diferencë, super fare, po i shohim detaje dhe të bëj një përmbledhje. Sigurisht ka hyrë skandal poshtë, por nuk plotson kushtet, sigurisht. Është afërsisht me të njëjtën ofertë. Si janë ndarë në përgjindje ASL me Intercar? 70 me 30. Okej, për pak nxjerr tunelin edhe pak. Prit. Për tunel, okej? Në ora 10:54. Po, prit ti çoj fjalën atij që kërcënon me SMS. Okej. Nxirre tunelin. Tuneli u nxorr. Sapo. I dashur Visti, marrëdhënia jon ka kaluar ups and downs shumë herë, por e rëndësishme është që unë ty të konsideroj një nga personat më të afërt. Ndryshe nga herët e tjera, këtë herë po të jap diçka, nga e cila varet e ardhmja ime, e ardhmja jote dhe shumë të tjerëve që ndodhen për qark nesh. Në rast se do dështoje në këtë detyrë të re, të siguroj që do të ishte një goditje e madhe për mua dhe dështimi ka të bëjë me punë, deadlines dhe deri tek marrëdhëniet me njerëzit dhe fjalët që do qarkullojnë. Dua ta marrësh shumë seriozisht, dua të reflektosh mbi të dhe hëna do të jetë një stage i ri jetës tënde profesionale. Hermetizëm, asnjë takim, asnjë premtim, të jesh prezent në çdo kantier, të mos marrësh vendime pa konsultim, mos më zhgënje, ta gëzosh sapo e more emërimin. Faleminderit, më ke vlerësuar gjithmonë më shumë se sa kam pasur mundësi ta kthej. Nuk do të zhgënjej, përkundrazi. Sens bën, po mos a hidhen në fyt pala tjetër, si fillim ta shtyjmë që t'i japim kohë vetes. Nesër në 8 tekun, përballë me zyrën tënde. Mëngjes, tetoni, ula. Në darkë o zemër. Unë jam në Vjenë, po lë kolin në shkollë, kthehem në drek. Okej, unë bërrita tetoni, brenda ula. Erdha për pak. Okej. Sorry, se isha pak tek babi. Pa problem. Po futem në garazh. Hajde lart më mirë, shkalla H. Këtu jam, okej. Kë kanë me vete? Vetëm 3 turqit. Okej, ditën që do firmos pra nesër ose pas nesër. Se, gjallë ka nënën ai? Okej, po hë pra, gjallë paska. Vdiqe ë me ASL-s, me shumë mundësi vjen të hënën. Megjithatë, do lajmëroj prap. Të rrojmë vetë, ç'të them? Turqit vin të hënën dhe ekin të martën dhe janë dakord me draft kontratën. Super, kur do ta bëjnë kompaninë? Po pret letrat e ASL-s dhe do e regjistroj. Po tha vendoseni sikusht në kontratë që do paguhen në kompaninë që do hapet dhe regjistrohet në Shqipëri, që ta firmos të hënën. Sigurisht. Turqit i lash në 10 për kontratën, pastaj shkoj atje, okej? Po, mbaro kontratën se është super e rëndësishme. Më lajmëroni kur të mbyllet procesi, bëni 5 foto, por mos i publikoni. Okej. Kemi. Unë du të vi bashkë me ASL-n në 14:30? Jo, e kam vetëm që ta vë përpara përgjegjësisë mustaqen. Okej. Foli me Artën, Turqi Gjëkundi, nesër në 11 takim dhe aktivizojmë atë që takuam të premten. Okej, po fola unë të shkruaj. Ore, këta nuk qënë ka në Tiranë. Turqit? Po ata se, për kë po flasim? Vazhdojmë me të premten. Do presim deri nesër. Okej, takohemi nesër. Si do qoftë, të them kur të shkoj te palloshi i gjatë. Okej,
Do të marrë për një takim Arbëra Galliu, deputeti i Partisë Demokratike që ka një 2 pyetje për 2 tokaj që ka në Vlorë, një tek bypassi dhe një në hyrje të autostradës. Qëndrimi shumë i dashur, shumë i mirë, se është djalë qytetar. Patjetër, ne kemi patriot. Por ne nuk kemi çfarë të bëjmë, të marrim lejen e ndërtimit nga bashkia, atëherë shprehemi. Okej, ne japim mendimin pasi ka marrë leje. E VCC-a, Arbia Galliu jam. Shpresoj se je mirë. Belinda më dha numrin tënd, kur të kesh mundësi doja të flisnim pak. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Kur të jemi në mbledhje më njofto. Mirëmëngjes, unë për pak jam aty, jam në trafik poshtë digës. Pa problem. Sapo përsolla Galliun.